Në GKK u zhvillua seanca e radhës ndaj ish-ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj në procesin e njohur si dosja e sterilizimit. Ndryshe nga seancat e mëparshme, Beqaj nuk qëndroi në kafazin e sigurisë, por u ul pranë avokatit të tij, ndërsa në sallën e gjyqit u shoqërua nga policia e burgjeve. Gjatë seancës ai paraqiti kërkesat paraprake ku për pjesën më të madhe kërkoi pushimin e çështjes. Beqaj kundërshtoi provat digjitale të administruara nga SPAK duke pretenduar se janë marrë në kundërshtim me kodin e procedurës penale, konventat ndërkombëtare dhe vendimet e gjykatës së lartë dhe gjykatës kushtetuese. Ai ngriti gjithashtu dyshime për laboratorin digjital të SPAK duke deklaruar se nuk ka informacion mbi akreditimet dhe standardet ISO që përdor. Ish-ministri vuri në diskutime dhe akuzën për vjedhje duke argumentuar se legjislacioni shqiptar nuk jep një përkufizim të qartë të kësaj vepre penale. Sipas tij, ai nuk ka kryer asnjë veprim që mund të konsiderohet vjedhje dhe kërkoi që njoftimi i akuzës të shpallet I pavlefshëm. Beqaj pretendoi gjithashtu se në aktin e akuzës nuk përcaktohet vlera konkrete e dëmit apo e shumës që pretendohet të jetë vjedhur. Nga ana tjetër, prokuroria kërkoi kohë për të përgatitur qëndrimin lidhur me kërkesat e paraqitura nga mbrojtja. Në përfundim, trupa gjykuese vendosi shtyrjen e seancës për datën 23 qershor në orën 13:30.